Edhe pse kërkesa për rikthimin e saj nga ana e ndjekësve të reality show dukej se ishte e madhe, duket rikthimi nuk qenë ka pritur aq mirë nga të gjithë. Në programin Big Brother VIP Fan Club, Heidi Baci tregoi një grafik që tregonte se deri në mesditë Egli kishte humbur 6.000 ndjekës, nga 351.000 numri kishte shkuar në 345.000 ndjekës. Por aktualisht numri i ndjekësve ka shkuar në 332.000, 19.000 më pak se sa kur Egli ishte jashtë shtëpisë së Big Brother VIP 4. Lidhur me këtë fakt kanë reaguar familjarët e saj me një postim në Insta Story. Sikur të gjithë të ikni dhe 5 të mbeten. Rëndësi ka të mbeten ata që vërtet dhe duan. Vendimi për të vazhduar atë rrugëtim që u la për gjysmë me dhimbje dhe lot nuk ishte për followers, as për vëmendje. Por për Eglin. A do ta ketë të vështirë? Patjetër. A do t'ja dalë? Patjetër. Ne kemi besim dhe do jemi pranë saj sepse kështu mendojmë se duhet bërë me familjarët dhe miqtë t'i gjendeni pranë kur kanë botën kundër, kanë shkruar familjarët e saj.